Një gushti shënon ditën botërore të kancerit të mushkrive, e cila synon të rrisë ndërgjegjësimin për një nga sëmundjet më serioze në botë, duke vënë theks të veçantë te zbulimi i hershëm, parandalimi dhe trajtimi në kohë. Shenjat paralajmëruese nuk duhen neglizhuar dhe kërkojnë drejtim sa më të shpejtë te mjeku. Vetëm kur masa tumoroze rritet mjaftueshëm që të prekë ose të komprimon mbaresat nervore, që do të shkakton dhimbje, apo në rastet kur preken enë të gjakut që mund të shkaktojnë një kollitje me gjakderdhje, qoftë me premesa të vogla të gjakut, apo të rastet më të rënda dhe një kollitje me gjakderdhje më të shtuar, këto janë shenjat e sigurta. Por gjithsesi, ka shenja tjera, sidomos dhimbje në një pjesë të caktuar të kafazit krahënorit, gjithmonë në njëjta pozicioni dhimbjes pa ndryshuar për një kohë të gjatë duhet të dyshohet, por jo çdo herë është shenjë e sigurt. Njohja e faktorëve të rrezikut ndihmon në parandalimin e sëmundjes. Sipas studimeve botërore, kanceri mushkrive shkaktarin kryesor ka dohanpirjen. Por jo vetëm dohanpirja është njëri prej shkaktarëve që nxit zhvillimin e kancerit më shumë, është edhe struktura gjenetike ose trashëgimia që ndikon më shumë, ekspozimi në ambient me pluhur, me ajër të ndotur, ekspozimi në grimcat e radonit, ekspozimi në grimcat e azbestit, mirëpo dohanpirja konsiderohet kryekëput sipas gjitha studimeve që është shkaktari numër 1 i shfaqjes së kancerit të mushkrive. Kontrollet e rregullta ndihmojnë në zbulimin e hershëm, sidomos te personat me rrezik të lartë. Në momentin kur moshat janë të shtyra ose pacienti ka pas një histori të dohanpirjes, por edhe ka histori të trashëgimisë për shfaqjen e kancerit, rekomandohen kontrolla të paktën një herë në 6 muaj si vizita sistematike që njën, kurse te rastet e dyshimta në momentin kur shohim një ndryshim sado të vogël gjatë ekzaminimit, qoftë me anë të ultrasonografisë apo një grafie të thjeshtë të mushkrive, rekomandohet përsëritje ose follow-up me CT të mushkrive, do të thotë me tomografi të kompjuterizuar, që është një metodë mjaft e avancuar. Raporti i fundit i OBSH-s e thotë qartë se kanceri i mushkrive mbetet vrasësi numër 1 në botë, duke marrë mbi 1.800.000 jetë çdo vit dhe duke prekur mbi 2.5 milion njerëz të tjerë.